مصر أمير حكم الناس سنينا قد جند الله فيها يوم جاءوا فاتحين كان في مصر أمير حكم الناس سنينا قد جند الله فيها يوم جاءوا فاتحين وتولى الأمر لما فتحت فتحا مبينا Jemi në vazhdimsi për rrethimet e pejgamberëve alayhim salatu wassalam dhe kemi arrit deri tek Musa alayhis salam. Dhe kemi ndërprer rrethimin e Musa alayhis salam, kur Musa alayhis salam me inspirim nga ana Allahu xhalla shanuhu e merr popullin e Izraelit, popullin e tina dhe vendos të shpërngulet me i prej Egjiptit rrugës për në Palestinë. Destinacion e kishin detin e Kush. Me i prej Egjiptit, me i prej diktatorit të madh mbretit Qafir të Egjiptit, i cili ishte Faraoni. Dhe kur nis Musa alayhis salam me i me popullin e vet në popullin e Izraelit, Faraoni nervozohet shumë. Dhe nuk din çka më thon popullit vet Faraoni, çka më thon ushtrisë vet, veç thot që ai mund ka nervozu shumë. Edhe merën e men tash aty në qafirave mja u nervozu zotin e tyne që të dishin Faraonin zot, edhe u qu Faraonin me krejt ushtrin. Musa alayhis salam po i prin popullit të Izraelit për ma ik prej Egjiptit për në Palestinë. Faraoni qafir po ju prin egjiptasve për me njek Musen alayhis salam, ku Allahu xhalla shanuhu e tregon në Kur'an. Po une, arsyeja dhe shkaku që kem edhe një muj dit me nëzitu pak pune shëndzonësave të shkollës mesme me mri orën e dytë, kam bisedu me drejtoreshen shkaku i një problemit që kam pas nëzontat me zveti, jo me shki, po me zveti që të shpërthy, ta është duhet me mshet derën me qelës dhe pak këtësisht ju pengon pak namazdive që vynë e falë namazën e gjumas, sepse kur shkojnë e gjonë derën byllë, pra ta du të me shpejtu pak ma shpejt. Allahu xhalla shanuhu na tregon në Kur'an në mëdhasin rrafime që na ka kallëzuar Allahu xhalla shanuhu në Kur'an dhe jo pralla anekdota dhe mite të popullit që njihen. Dhe njek Faraoni me ushtri Musen alayhis salam. Dhe shkon Musa alayhis salam dhe Allahu xhalla shanuhu çon Xhibrilin. Dhe kemi thonë shumë herë kësaj që kemi thënë Xhibrilin, sepse Allahu xhalla shanuhu Xhibrilin i dha detyrën prej melaqeve që ky me çu shpalljet e pejgamber. Dhe urnoj e mësaj Xhibrili alayhis salam, Musa alayhis salam, çka me shkopin e tina me prek detin e Kush dhe Allahu xhalla shanuhu me i trubullu val dhe me u ba zalli me u ikterën dhe Musa alayhis salam ju pri popullit të Izraelit, e cili popull hiç nuk i besoj pej 40.000 izraelit që në konë me Musa alayhis salam, veç 2 prej tyne i kanë besu Musa alayhis salam. Të e veçu vllaun e tina Harunin, në konë vetëm 4 besimtarë, 40.000 në konë në Izraelit krejt, veç 2 prej popullit i kanë besu Musa alayhis salam. Dhe Faraoni me ushtrin e tina, me oficira, me generala, me qafira plot po e njek mas Musa alayhis salam. Dhe po e shen deti, po dahet val, po tërbohen, dhe Musa alayhis salam me ben Izrael po e detit, dhe Faraoni qafiri madh nuk nalet me menu, më dhon, ej mare, une po i rejt të Egjiptian që jam zot, po s'ko këna mare zotu nëse valet e detit nuk muj me i da përgjysht. Po edhe nizet e dhaj mas, dhe kur del Musa alayhis salam breg, detit dhe mu këthy dhe herë mira shkëp, mu mshel val dhe mi ndzon ujt, por mësë mujt në ardh ata, Allahu xhalla shanuhu në Kur'an po thot, leti detin rahat. O Musa, mos e nguc detin ti, se aj që po vjen me ushtrin e tina, janë për atyne që Allahu xhalla shanuhu ka me i shkatru. Dhe ka lënë edhe gjysën e detit të Kush Faraoni, me qafirat e vetë që e pasajshin ato, që i thajshin atina zët, dhe Allahu xhalla shanuhu i bashkoj valët e detit, e pruni detin nivelin e tina, këto vjen Xhibrili alayhis salam dhe ka bo këto, hani ka dhu valë, dhe nxon Faraonin në deti.
Dhe faraoni që i tha vetit, unë jam Zot. Se nuk ka Zot tjetër, veç unë jam sundimtar këtu, e pa që Musaj a.s. ka kanë hak dhe në të vërtetën. Musaj a.s. pas ka thirë, pas ka bota vetë, pas ka prediku një diçka të vërtet, dhe tha la ilaha illallah. Dhe tha unë pa e besaj, qatë Zotin e Musaj, edhe Zotin e popullit e Musaj, dhe ju pitash jam musliman, po dhe heq, sepse ken me momentin e daljes së shpirtit, dhe Allahu Gjelle Shanu jamur shpirtin, mretit qafir, faraonit që i thëjke vetit Zot, edhe e qiti në breg të detit. Në Kuran nuk u përmend cilën onë të detit, por djetarë të u bazu në hadithet pejgamberit a.s. kanë thënë kanë qitë në onën përëndimore të detit të kuq, këllje ona e Egjiptit, se faraoni qafiri kon Egjiptas, dhe Egjipti kanë ditë për Zot, edhe më kallzu Egjiptit dhe oficirave tjerë dhe pushtetarëve tjerë dhe atyre që janë konde që vinë dhe që janë sot halal që kanë më orë, që ata të cilët e din veten të madhë dhe i duket vetja Zot dhe i duket vetja që s'ka mi ta, nuk janë matë këqi dhe matë nëllë që konë faraonin pushtetin e vetë, po Allahu Gjelle Shanu e shkatraj edhe e qitin stëm detit me po edhe tjetë, me po dhe i populli e qitit i shkreti që kënë e kanë ditë për Zot dhe ai met i dekun dhe e qitja Allahu Gjelle Shanu në stëm detit me e po tonë qafirin bila. Dhe Musa a.s. eci rrugës vetë me popullin e Izraelit dhe shkoj të kodra e Sinas. Në atë kodrë temperaturë shumë e madhe, as ka që me hangër, as ka që me pi. Dhe u ankun shumë, dhe Izraelitet ishin për atyre që u ankajshin shumë dhe nuk u mishin me kur gjon. Allahu Gjelle Shanu ja qoj 2 lloje për ushqimeve. Një lloj i ushqimeve është kanë pe i bimëve edhe është kanë shumë i ëmël. Dhe tjetri lloj pe i ushqimeve o kanë misht i shpezve, o me cin edhe misht. Dyjat ja u qoj. Dhe ta shtan ja Musa, o me cina misht ushqimet kota, po dojmë edhe ujmën e më pina, dhe Musaja a.s. me shkopin, me shtaken e tina, në 12 vene e preku token dhe prej aty në 12 venave burun lumej dhe sot nifen krojet apo bunoret e Musait a.s. E bani në 12 vena sepse për mos mu anku populli Izraelit, populli tina që ishin shumë mu anku, ankesat më dhalja bëjshin sepse ata ishin në 12 fise dhe nga çdo fis me po secili fis vlla bunorin e vet. Dhe tash ata fillun mu anku apet. Fillun edhe me rrejt që për fillojnë me pas alergji dhe mu infektu për i këti ushqimi. Dhe Musaja a.s. i tha, mos e përbuzni ushqimin që ja u ka dhënë dhurat Allahu Gjelle Shanu. Po edhe sot e kanë tradit Egjipti, se ai populli Izraeli që ishin rreth 60.000, ishin eduku në Egjipt dhe ishin mësu me ushqime tradicionale të Egjiptit. Dhe e dojshin kepen, hudren, trongujt, kumujt dhe kastraveca, këtu edhe i kanë ushqim tradicional shumë për veçurisë të Egjipti. Dhe ata i thanë, jemi mësuna me sallatat, me zarzavatet tona. Dhe Musaj a.s. ta duhet me zhdryp në qytet, me zhdryp në Jerusalem, në Kudës, por duhet me zhdryp me një forcë të madhe që Kudësin e kanë qafirat dhe na duhet me i luftu qafirat për me e shtiru tempullin Kudësin dhe prapë se të prapë thamë jana nuk u të zojnë më shku më luftu. Mare nisi Musa a.s. me i marë me të mirë. E nja u ka dhut mira që Allahu Gjelle Shanu, ja u ka dhënë pejgamberët në parshëm, ja u ka dhënë popullit në parshëm, ja u ka dhut mira që Allahu Gjelle Shanu na i dha neve,
për me nxit në atun dhe përveç 2 besimtarëve për 60.000 nuk i besun tjerë. Dhe inshallah Allahu xhallahu xhallahu na mundson që na në gjumon e ashme me vazhdu rrefimin bi Musa'in alayhis salam dhe rrefimin e tina për me حكما ناسا سنينا قد جند الله فيها يوم جاءوا فاتحينا كان في مصر أمير حكما ناسا سنينا قد جند الله فيها يوم جاءوا فاتحينا وتولى الأمر لما